se sa censura është autocensura. E shpërndar kjo në politikë, në gazetari, ku doni juve. A jeni ju ndjen Zoti Berisha se kandidat për deputet Partisë Demokratike në zgjedhjet e 11 majit shkonin në zgjedhje apo në fushat, takonin njerëzit me idenë se Rama do i fitoj zgjedhjet dhe se Sali Berisha nuk mundet do t'i fitoj. Sali Berisha i tanishëm. Tani, unë këto i marr krejtësisht të pavlerë. Sali Berisha udhëhoqi fushatën më të bukur të jetës tij. Dhe se çfarë mund të ketë përshpëritur njëri apo tjetri, ajo është punë e tyre. Por secili prej kandidatëve ka patur si detyrë të bëjnë maksimumin që mund të bënte, ndonse Sali Berisha kishte deklaruar që me Edi Ramën nuk ka zgjedhje të lira. Dhe ata të cilët besojnë se Edi Rama mund të bëhet zgjedhje të lira ose se farsa elektorale mund të fitohet, ata nuk kanë ABC-n e procesit zgjedhor. Nuk njohin. Pyetja e dytë. Zoti Berisha, si ndiheni juve si politikan tashmë i 35 viteve në Shqipëri, teksa kryeministri i vendit Edi Rama, që prej vitit 2013 nuk pra përveç 2013-s që ka pas një program, më pas nuk ka pas më program, por në çdo palë zgjedhje, edhe kur ishte Lulzim Basha, thoshte pas ti është Sali Berisha. Dhe ndërkohë edhe në 2021-shin, dhe në 2023-shin, dhe në 2025-ën, lajmotivi i tij apo programi i tij kryesor është Sali Berisha. Po. A është kjo, sepse kjo tek socialistët për ta përmbyllur dhe si pyetje, sondazhet e socialistëve dalin që tek socialistët Sali Berisha nuk fiton. Po, e vërteta është se tek Sali Berisha ata dështojnë, se siç është shefti, po i bëhet gjyqi farsë elektorale. Kjo do sjell, pa diskutim. Kjo do sjell mungesë e legjitimitetit të qeverisë dalë prej saj. Dhe natyrisht detyra e Sali Berisha është të faktojë shqiptarëve se janë përballur dhe s'është e para, janë disa. Por bashkë me shqiptarët dhe komunitetin ndërkombëtar, Sali Berisha ka një mision të rikthejë votën e lirë. Ky mision i rikthimit votës lirë është mision historik, është mision epik. Sot nuk ka shqiptar që i thot votës vot, që i thot liris liri, që nuk pranon farsën, se këtu ndodhi një farsë elektorale. Dhe se me farsa nuk ka të ardhme, ka të shkur, farsat nuk i fiton opozita. Ndaj dhe ajo që po bëhet, besoj unë, po bëhet gjyqi i farsës. Natyrisht, në kushtet vështira. Pse? Sepse mediat të cilat duhet të jenë në krye të kësaj betejë janë të rjeshtuara në fushatën e dizinformimit, pjesa dërmuese e tyre, në fushatën e dizinformimit qytetarëve të mbrojtjes narkoshtetit, kur del tjetri në media dhe thot, si mund flitet për narkoshtet, në një kohë kur e gjithë bota flet për narkoshtet, në një kohë kur institucionet më serioze të krimit, a nuk erdhi para një jave, para 3 javësh një dërguar i Departamentit të Drejtësisë dhe thatë luftoni kartelet. Po çfarë është narkoshteti? Narkoshteti është shteti i karteleve. Ta s'kanë njohuritë më elementare në qoftë se nuk notojnë vetë në para droge. Pra, ç'është narkoshteti? Narkoshteti është kur ta ulan ballën e emërojnë bandat, ministrin e Brendshëm. Kur drejtorin Matrix e emërojnë bandat. Kur vllai ministrit të Brendshëm Fatmir Xhaus vazhdon trafiqet nga Vlora. Narkoshteti është kur thuja Olsi Rama një me bandën e Xibrakës, me kartelin e Xibrakës, dhe thot i shtesishte, thot gjykatësi. Këtë e narkoshteti bërë nuk ka. Kështë narkoshteti. Narkoshteti
Kush është për i verbe? Kush janë ka të verbër? Që thënë nuk shof nga koshtet, po kulla çfarë janë? A e dini që vetëm këtë vitin që kaloi, janë investuar, janë marrë nga taksa e ndërtimit 290 milion euro. Janë investuar 1 miliard e 770 milion euro në ndërtim në një vit. Çka do të thotë që në 5 vite shkon në 8 apo 9 miliard. 20% nga bankat, të gjitha nga në toka. A nuk është janë koshtet rënja e eurosh me 35%. Dhe mbyllja qindra mijëra sipërmarrjeve, fason dhe sipërmarrjeve të eksportit. Dhe këta u habitën kur unë fola për narkoshtet. Trup. Ndaj dhe nuk e kishë halë të narkoshteti, kishë halë të zgjedhjet këta. Se aty u bë gjykimi i zgjedhjeve. Tu e kishë një thallën. Zoti Berisha, ju dhe ditën e sotme deklaruat se jeni pro transparencës dhe pro rinumërimit të votave. Për pak ditë do të nisë rinumërimi si në qarkun e Tiranës, por edhe në Dibër. Nëse do të ketë në kutitë e votimit ka pas tjetërsim votash që me gjas janë bërë mes komisionerëve të Partisë Demokratike dhe të Partisë Socialiste, a jeni ju i gatshëm që për hir të transparencës përfaqësore deri në fund deklaratën tuaj të bëni nga partia edhe kallëzime penale për ata komisionerë që kanë tjetërsuar votën për X apo Y kandidat? Tani, për sa i përket kallëzimeve penale, të opozitës ato janë bërë një lloj pralle. Ato i fut të ushi të gjitha skapi i partisë, e dini. S'merret skapi me kallëzimet penale, ata janë vetë krimi elektoral. Altin Dumani është udhëheq krimin elektoral në skap bashkë me Edi Ramën. Por qëndrimet do mbahen, sigurisht do mbahen, do vlerësohen sipas rastit, se unë nuk mund të them, nuk ka diskutim që do mbahet çdo qëndrim ligjor që i përket me majt, që i takon një force që i përmbahet shtetit ligjor. A do shkojnë apo jo në skap, atë nuk mund të them se do vendosin ata që janë kjo është bërë mbi bazën e kërkesave individuale të kandidatëve. Mundësisht metamorfozën, shkruaj super metamorfoza, si për të quhet super metamorfoza, shpërndaja u gjithë mediave. Urdhë? Po? Metamorfoza? Diçka të re e përket dosjes. Për votën? Për gjithë. Do ketë patjetër. Do ketë patjetër. Ju thatë për shembull, thash ku i ke trenin bullgar. Unë do ta sjell tu trenin bullgar. Po. Do ta sjell. Patjetër.